Shëndetje teleshikues të nderuar, edhe sonte jemi me ju për të prezantuar ata të cilët janë afirmuar dhe kanë afirmuar futbollin pikërisht me emblemën e futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, klubin e futbollit të Shkëndëja. Pra sonte i ftuar në emisionin me legjendat e sportit është Faik Ademi, ish futbollist, ish trajner dhe ish pedagog, aktualisht pensionist. Fillimisht faleminderit që pranuat të jeni pjesë në emisionit javor të sportit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Ju falenderoj për vizitën tuaj dhe ju dëshiroj mirëseardhje në konakun tim. Atëherë, Faik, shkurtimisht na thuaj, kush është Faik Ademi? Faik Ademi është i lindur në vitin 1959, 27 prill. Shkollimi fillore ka kryer në shkollën fillore Istiqbal, gjimnazin e Tetovës dhe studimet Fakultetin Filozofik dhe Pedagogjisë në Prishtinë. Atëherë Faik, si kalojnë? Profesioni im ka qenë pedagog. Tash momentalisht jam pensionist. Kam qenë bashkëpunëtor profesional i shkollës, kam punu 15 vite në për shkollët fillore dhe prej vitit 1988 deri në vitin 2023 në shkollën e mesme ekonomike ku edhe jam pensionuar. Atëherë si kalojnë ditët e pensionimit pas sport? Po pas sport, sportistët nuk gjejnë një solucion edhe një aktivitet. Unë pasi tash në moshë të shtyr, mungoj shoqënia, jam rrek biciklizmit dhe jemi një grup shokës që kanë ngel tjetër dhe zakonisht marshojmë në për trevat e Pollogut, Shkupit. Edhe si çdo sportist, si lojtari i Shkëndijës, përcjellim gjendjen rezultatet e klubit, ku sukseset gjithsesi na bëjmë krenar që ishim. Na kënaqen dhe na idhrojnë, ashtu? Ka raste edhe të njerëz anë edhe të anës. I tillë është futbolli, ja. Futbolli është lojë e çuditshme. Faik, ju në moshën e re keni filluar të merreni me sport, pikërisht me sportin e futbollit. Atëherë kush ju orientoi në futboll? Unë hapat e para i kam bërë në shkollën fillore Istiqbal si nxënës i shkollës fillore. Në atë kohë u orientoshin garas në për shkollore, edhe si zakonisht trajnerët e klubeve që ishin ekzistuese në Tetovë, Teteksi, Lugoteni, përcjellshin talentet edhe i mirëshin në klubet e tjera. Mu më rafatit të zgjedhin për trajneri i moshave të reja, pionerëve të asaj kohë. E mbani mend cili ishte? Raskom ishte, nuk e si përcjellte, ai punonte me kategoritë e reja, me pionerët. Dhe prej vitit 1972 deri 1978 kam qenë grupin... Në më thonë, në 1972, 1978 keni qenë pjesë e klubit të futbollit Teteksi. Të gjeneratave të reja. Po. Cili ishte trajneri ju i parë dhe çka mbani mend nga ato ndeshje të para me ekipin e Teteksit? Në grup moshe të re, normalisht. Si zakonisht, lojtarët që ishin shqiptar kishin pengesa. Na ishte e detyrueshme që të jemi superior ndaj tyne, pa të inkuadrohemi në ekip. Bile para një jave takova një ish lojtar i vjetër, bënte krahasimin me lojës tonë të atëhershme, me ish lojtarin e Zvezdës. Gjurovski. Bile është djali i mirë shumë, tha Faik, krahasoj Gjurovski me Faik. Gjurovski luan ligën e kampionëve, Faik i luan ligën komunale të Tetovës A dhe B, që po filluam me Shkëndijën tonë. Po atëherë, atë që thash, do të ishim 2-3 fishumat mirë se ata dhe të marrën pjesë. Edhe ishte e limituar numri i futbollistëve shqiptar në kategoria.
Pa, në çdo ekip ka sa shqiptar. Kategorinë e pionerëve të rive kishte. Bile kemi edhe në Shkëndi që u këthyën pas themelimit disa lojtarë. Mirë kur vite punat e ekipe seniorëve, zanat ishit limitume. Maksimalisht 2 futbollistë keni qenë. Atëherë ju me siguri mbani mend se kur keni qenë pjesë e ekipit të Teteksit dhe kundër kujt keni luajt. Ndeshja jo e parë zyrtare që ka qenë. Po Teteksi më garante në mos i pioner në ligën ishte në ligën e dytë. Ishte ekip mjaft i fort edhe është një periudhë gjatë, periudha peshte 2-3 vjeçare. Ishim kampionate, u organizohen si tash që organizohen, vetëm në atë kohë kishte 2 kategori, kategoria pionerëve dhe të rive. Cili ishte roli juaj në Unë si zakonisht kam qenë mesfushor i ekipit, mesfushor i majt, i djathtë dhe mesfushor i fundit. Njëjtën rol e kam luajtur edhe në klubin e Shkëndijës. Faik, pos juve në ekipin e Teteksit gjithsesi se ka pas edhe futbollistë tjerë shqiptar. A mbani mend ndonjë nga ato? Unë e gjeneratën time kam pas Adnan Fetahu. Edhe jemi moshatar me Adnani. Ka qenë edhe Harun Ceka, i cili tash momentalisht gjendet në Margim. Edhe së bashku të gjithë u kthym me themelimin e klubit tonë. Si jeni prit ati, si jeni përkrah nga trajneri, nga kryesia e klubit të Teteksit, atëherë ju si futbollist? Kishte, na kemi qenë fëmijë edhe në atë kohë nuk kishim gjendje të vlefshëm gjanat, mirë po u shifte, atë që tash edhe pak më parë se na do të ishim superior ndaj atyne, pa që të inkuadromin e ekip. Me themelimin e klubit të futbollit Shkëndija në vitin 1979 ju kaluat në ekipin Kuqezi. Kush ju ftoi të kaloni në ekipin e Shkëndijës? Në vitin 1978 u regjistrova në studime, pasi krojva gjimnazin, dhe me shpresë se do t'inkuadrohem në një ekip në Kosovë, Prishtinë, në Republikën e Kosovës. Mirë po merri themelimin e klubit Shkëndija, çdo kush syti kishte në Tetov. Edhe unë edhe bashkë me shumë shok u inkuadru me njëherë në ekip edhe fillum trajnimet, edhe pse unë isha në Prishtinë, u thoj që do të rasti do njerë që të thoj ka 2 javët. Mundon të mrisha ligjëratat atë që këtu sa do ku do të jem në kontakt. Fillimisht keni luajt në ligën komunale, vitin 79-80 dhe 80. Sezonin e parë, liga komunale përbate prej 2 ligave B dhe A, ne fillum prej ligës B, dhe pa kur par pengese, vitin e ashëm u inkuadrum në ligën e A. Mirë po, fati jonë, fati gjeneratës tonë, gjeneratës të Shkëndijës, ishte ai që ishte, dhe si e din gjithë opinionin, vitin 1981, u suspendu rimit. Në thoj, si ishte fillimi i karierës tuaj në ekipin e Shkëndijës, a e mbani mend kundër të cilës skuadre filluat kampionatin 1979-80? Ndeshja e parë ka qenë, sa më kujtohet, nuk e se unë ndeshjen e parë dhe dyta nuk kisha drejt loje për shkak të dokumentacionit, sepse udhëheqësia e Teteksit bëshin pengesat mëdha. Ato kishin qëllimit pengesën, pengojnë rinin tonë, mos mirret me sport, edhe mirë po falë udhëheqësi si cila ishte komgullse, ndeshjen e parë dhe dyta nuk kam luajt në kampionat që fillum në vitin e parë 1979-80, kujtohet se ka qenë duket që ndeshja me kamionin, me kamionin, se ndeshjen e parë dhe nuk kisha drejt loje, unë se dokumentacion nuk ishte përgatitur. Ishte një ndeshje me kënaqësi e madhe në klubin e Shkëndijës, si zakonisht aty ishin krejt moshatar tonë, krejt shok që njiheshim. Pjesa imja ka qenë me shumë shok që u kthyn prej Lubotenit, prej Teteksit. Unë, Adnani, Haruni, edhe disa shok tjerë që ndoshta s'm kujtohen sot.
u këthyem edhe ishim bashkë. Ishte një kënaqësi e madhe. Ishte një vullnet shumë i madh i rinisë shqiptare. Si u pritet nga klubet tjera në sezonin e parë, 79-80, nga në ligën komunale që thatë në grupin B? Shëbën, na ishim ekipe e parë shqiptare, në atë kohë ekipe shqiptare ishin të ralla, kujtohet Pirroki, deri diku Reqica. Mirë po ishim ndoshta ekipe e parë, zakonisht skuadrat tjera ishin të Palës Maqedonase. Edhe na trajtojshin shumë keq, shumë keq. Mu kujtohet si sot rënqete trupi, na kishim kundërshtar futbollist apo kickboksier. Në çdo ndeshje tonën që ishte, kishim nga një viktim, si që ndodhe rasti me atë që e din krejt populata me Raufin i që shpëtoi jetën në një situatë shumë të keqe. Mirë pos nuk kishte ndeshje që nuk kishte ka një viktim. Na ishim ndoshta ekipa mjaft e re jona, ma i vjetër ishte kapiteni jona. Nuk ishte i vjetër e djali i ri, ishte 23-4 vjeçar. Pjesa dërmuese e skuadrës ishte ndër moshën 20 vjeçare. Pas përfundimit të sezonit të parë, 79-80, filloi edhe sezoni i dytë, pra tani në grupin A, në sezonin 1980-81. Si mbaroi ky sezon për ekipin e Shkëndijës? Shëvona që përmenda pak parës, skuadra jonë ishte ekipe e rej. Lojtari më i vjetër ishte mosha 23-4 vjeçare. Pjesa dërmuese e skuadrës ishin lojtarë shkollum në për klubet e Teksit, i kishin kalu shkollat e futbollit, ishin të përgatitur fizikisht, në rend parë psikikisht, sepse në çdo ndeshje përpos kundërshtarit kishim edhe referi. Referin që kujtohet një rast në këndej ka fshati Zhillë, se ata luat ndeshja, shënëm golin me, portieri që normalisht të merë topin se shënu goli. Referi thot luj. Turpi ma, plus rastet tjera që s'mund të përshkruan sot. Nuk mund të përshkru me fjalë. Po na ishin përgatitur edhe ndaj këtyre rasteve, kishte ndonjë rast. Kishte ndonjë lojtar që s'mund ta mbante veten, edhe shpesh ndodheshim që të luajmë me një lojtar ose dy më pak për shkak intrigave që i bante referi asaj kohe. Po ndeshje e kopshme që ndodhi me Çukën në Vollkovi atëherë, na përshkruani pak as më the. Çka në fakt ka ndodhur në atë ndeshje? Pasi nga ajo ndeshje i merret e drejta e Shkëndijës që mos garon në suspendu klubi. Po, suspendohet. Pa ato sistemi i ashpër i monist i asaj kohe ishte i atill që pothuajse çdo ndeshje provokonin incidente. Mirë po, atë që të përmenda unë thash se na ishim përgatitur, se pjesa dërmuese e klubit ton ishin studentë. Në më thëmë për çdo sfidë keni qenë përgatitur? Çdo sfidë ishin përgatitur. Se ekipin ton, ku Shkëndija jonë sot jetë e atill, pjesa 70-80% lojtarëve ishin studentë. Kishim lojtarë që kanë kryer fakultetin, edhe ishin përgatitur për situatën. Mirë po kishte ndonjëherë loja e futbollit është e atill, çdo dikush është edhe gjak në zezë. Shfrytëzojshin rastin edhe mundoheshin të inskenojnë incidente. Kush ishte iniciatori që erdhi deri tek në ndeshjen famkeqe në fshatin Vollkovi, iniciatori kryesor ishte referi. Referi bashkë me referi ishte një refer që zakonisht i referonte lojnat tona. Edhe njëjtën metodë. Edhe pse në ndeshje është dashur të referojnë 3 refer shqiptar, Nexhat Kasa, jo. Ishte Nexhati, ishte një tjetër, një i lagjes Spotokut, Ibrahim nuk e se ka imin. Në atë ndeshje, fati mirë që shfrytëzoj rastin përshëndes edhe popullatën tonë, se ne s'luajshim asnjëherë pa popullatën, e cila ishte mbas nesh. Numri i madh i publikut. Prej ndeshje numri i spektatorëve u rritte, ndërsa në fshatin Vollkovi ku ndodhi incidenti, aty ishte numri mbi 3.000 shikues.
Edhe iniciator kryesor sistemi ishte i përgatitur. Po. Edhe skuadra e kundërshtar që kishim Volkovis nuk lushin futboll, ato përdorshin krejt mjetet e provokacionit. Edhe rasti Rauf Ramadani e pësoj shumë më keq, i cili pas incidentit ishte në spital në dhomën intenzive 2-3 ditë. Mirë po kaloi si kaloi, i shpëtoi, ishte edhe rrezik për jetë. Edhe atë që thash pak para, na ishim përgatitur, shëban, kishim trenerin shumë të mirë, situatën e shifte shumë më ndryshe, ai ishte më i pjekun, bile shpesh herë ai apelonte të lëshojmë ndeshjen, se e dinte skenarin që ishte. Më mirë lëshoje ndeshjen se sa të ketë incidente. Na ishim këmbgulës. Po. Këmbgulës nuk lejom ndeshjen, mundu të vazhdojmë ndeshjen, se ishim shumë superior ndaj ekipit kundërshtar. Mirë po me rastin që ndodhi me Raufin, edhe kishim një rast, ishte kapiteni jon, Zarif Arifi, i cili depërtoi në fushën në 16 e kundërshtarit. Kundërshtari shkon e shkelmon, e shkelmon, edhe ky si çdo lojtar topin e vën në pikën e bardhë. Referi luj. Edhe aty më çdo kush tani shumë. Cilat ishin reagimet e organeve të lidhjes futbollistike të atëhershme të Tetovës? Shëban, neve na trajtoheshin si në kohën e sistemit monis, si ndoshta qytetar trendi dytë, edhe as pak s'na nishin parasysh. Na ishim përgatitur atë që tash, vetë mbrohemi, vetë organizohemi. A kishte ndonjë funksioner shqiptar i cili ishte pjesë në lidhjen futbollistike komunale të Tetovës atëherë? Në atë kohë shëban nuk mba mend, se unë u thosha për i Prishtine, edhe vishën stërviqje ndeshje dhe u kthesha mbrap. Mirë po atë që tash falenderoj popullatën tonë që na ka mbështet, kryesisht intelektualët e komunës, krejt profesorët e gjimnazit ishim me na, edhe ishte një vullnet shumë i madh i joni, edhe nuk nishim parasysh. Megjithatë ju e mbani mend cilët ishin ata futbollistë që ishin bartës të lojës të Shkëndijës në atë kohë? Shëvan thash në vitin e parë garimit u bo seleksionimi i lojtarëve, mi po prej dita në ditë shumica e lojtarëve u ktheshin, lojtarët shqiptarë, pasi e dishin se perspektiva atyne në për ekipet që ku ishin t'ju kuadrom ishte e zymë. Prej bashkë me mu këthyn atëherë Harun Ceka, Adnan Beadini, Zeniu ishte lojtar që garonte me ekipin e Lubotenit, mirë po natë vjetu transferu në Shkup në Metallurën, u këthy edhe aj, u këthy Afrimi, edhe shumë tjerë. Kapiten parë cilën e kishit? Kapiten, unë kur kam ardhë e këta kova Zeniun, i pari ka qenë ndeshjen e parë si kam marrë bashkë informatave që ka fillu profesor Genci, mirë po unë e lojnë ndeshje dhe dytë nuk kisha drejt loje dhe se kam rrinë Genci. Pas ndërprerjes nga garimi ekipit të Shkëndijës, çka ndodhi me futbollistët të cilët ishin pjesë të këtij klubi? Në shëban pjesa dërmuese e lojtarëve, jo pjesa dërmuese, më mbi 90% të skuadrës tonë, ndërprerën edhe shumica e lanë edhe futbollin. Të dëshpëruar gjithsesi. Dëshpërimi ishte i madh. Edhe gjithashtu edhe unë, vetëm unë me insistimin e ish kolegus, shokut tim të afërt, Mini Risakun, fshatit Poroj, Pirok. Ato garëshin për në ligën komunale edhe i kishin tendencat të inkuadron në rang më të lartë. Bashkë me kryesin, disa herë vishin shtëpi, unë s'kisha ndërmend vazhdoj ma me futbollin, edhe pse në moshë re. Mosha 24 veçare, 25. Mirë po falë minirit u inkuadrova në ekipën e Pirokut, ato ishin të parat në ligën komunale dhe u transferu në
Një rang më lart. Një rangut më të lartë, më duket se regioni ishte. Po, regioni Pollogut ka Edhe qenë. unë një ndeshje 2 lujta në region, edhe u punësova në shkollën fillore të atëhershme Vasko Pasha, Frati Drupçin, edhe ndërpreva karrierën e futbollit. Po. Si gjithë shokë tjerë. Po, ju në vitin 1983, dhe më thonë, keni përfunduar karrierën si futbolist aktiv. A ju organizuan në një ndeshje lamëtumirëse? Shëvan, është një fat i keq, pasi të dhe pak para bisedum, shkëndin tonë ka ndodhë batica dhe zbatica dhe do t'i kuptojmë edhe në ato. Një gjatë të tillë nuk kemi pas. Edhe në Pirok jo, ashtu? Piro jo. Mirë po falenderojmë njerë juve, si gazetari i cili jep një kontribut madh ka drejtim veshmas ndaj klubit Shkëndijës, po dhe klubeve tjera, në gjithë trajevat shqiptare, ku janë dhe veprojnë. Falenderojmë, na ka nderu kryetari, pronari i klubit, disa manifestime. Na nderojnë gjeneratën e parë. Ju falenderojmë nga zemra dhe krenomi, se mund të them lirisht se gjenerata e parë e klubit Shkëndijës ka qenë gjenerata e sakrificës. Mirë po kur shohim tash rezultatet e klubit, jemi krenarë dhe gjithaj mund që shkoj ka shku. Dikur kur ka qenë ëndër se Shkëndija mund të luan mund paramendohet në ligën e parë, jo edhe si tjetë edhe pjesëmarrëse në garat evropiane, por futbolli është kjo. Krenar jemi na kur shohim se Shkëndija luan kam rrit. Patjetër. Tjetë lidere në kampionatin e Maqedonisë, përfaqëson shqiptarët me katër tituj, kundërshtar ka Milani. Faik, me rithemelimin e klubit të futbollit të Shkëndijës, do më thëmë pas mbetësimit të Maqedonisë së Veriut, nga viti 1991 deri në vitin 2010 ju keni qenë i angazhuar në ekipin e Shkëndijës si trener me gjeneratat e reja. Kush ishin tjetër trener tjerë krahas juve në këtë ekip me gjeneratat e reja që keni punuar? Në rithemelimin e klubit, shëvan, kemi qenë në dashamirët e sportit, edhe pse në atë kohë shokët e mi insistonin që të vazhdoj karriera, mirë po unë se shifsha të arsyeshëm se ishte edhe i punësum, edhe periudha ishte e pushimit 10 vjeçare. Prej gjeneratës tonë, vetëm i ndjeri Namik Ramadani vazhdoi një sezon, duket. Mirë po na u kyçëm, unë veçanisht bashkë me Zeniun, gjeneratës të parë. Prej ditës të milimit fillum me gjeneratë e reja, kam punu me pionerët, kadetët të ri. Sa vetë, sa trener keni qenë duke? Unë me Zeniun fillum fillim. Po? Me Zeniun fillum fillim, me lojtarët tash i njihni ju Beratat e Beraliun e shumë të tjerë. Pikërisht tani do një pyetje, cilët janë ato futbollistë më të njohur që kanë dalë nga shkolla e futbollit që ju keni drejtuar në atë kohë? Futbollistët e klubit ton ishte sistemi atill që ishin bashkë dhe nuk ka lojtarë që nuk ka kalu në për duart e mia dhe zakonisht Zeniut, Ibrahim Lumas. Pak ma i freskët është gjenerata e Valmir Nafiut me Vlanit, gjithashtu edhe djalit tim, se edhe djali ka pas futbollist i mirë. Po ka pas edhe shumë tjerë, Berata, Ilberi, Evzali. A jeni krenar ma atë punë që keni bërë? Shëbo, na jemi përkushtu me shumë vullnet madhë, pasi u mundësu fëmijët tonë të vazhdojnë të miren me sport, jo si në atë kohën tonë të herët që ishte. Edhe me vullnet madhë, krenomi që thash edhe pak para kur shohim se Shkëndija luan, garon me Milanin, me kampionin e shumë fisht evropian, me Tottenhamin e Mourinho's i cili u shqetësu nga golli Valmir Nafiut, vitin e para 2 vite ashtu ishte. Në kohën e koronavirusit. Kohën e koronavirusit ashtu. Edhe jemi krenar, mundi nuk ka shku huq dhe shpresëm që edhe vazhdoj me këtë tretman klubi,
qeri një mos ende të rrugëve, tash kur për fat mire kam edhe nipin që është Po, për atë të flasim vonë, atëherë. Fajk, a mbani mend sa ndeshje zyrtare keni zhvilluar, dy sezone në ekipin e Shkëndijës, një sezon në Pirok, dhe sa gole keni shënuar atë? Edhe pse keni luajtur mes fushar. Shëvanë, zakonisht kam luajtur mes fushar, i kraut më gjatë se pjesën e fundit kam qenë mes fushar i fundit. Po tash ndeshjet Liga A dhe B kanë qenë mbi 10 ekipe. Në klubin e Pirokut kam luajtur vetëm një gjysmë sezon, edhe 2 ndeshje nga garën e regionit. Kanë qenë aty sigurisht mbi 50 ndeshje kampionale. Ndërsa ndeshjet miqësore në atë kohë ishte problem. Falenderoj tash publikisht Gjakovarët të cilët na pritën me një pritje vllazërore. Ndoshta i vetmi ekip ishte në atë kohë. Kur ndodhi kjo? Kjo ndodhi në fazën përgatitore në vitin 1980, më duket. Bile ishim misafir të skuadre Gjakovës. Jo vllaznimi që e shoh atë historikun e klubit nuk e di kush e ka shënu. Edhe ka do dezinformata është mirë që autorët e shkrimit bëjnë disa korrigjime se pjesa dërmuese e lojtarëve tonë janë në gjallë, që falë jush dhe nesh mos harrohen kontributi i cilëve ishte që të kemi një Shkëndijë që kemi sot. Po. Cili ka qenë momenti më i gëzueshëm në karrierën tuaj si futbollist dhe cili ka qenë momenti më i vështirë i karrierës suaj? Shëvan, thash e theksova pak më parë, çdo ndeshje jona ishte e vështirë, se kundërshtar kishim sistemin, jo futbollistët. Gëzimi më i madh jemi ka qenë me themelimin e klubit, edhe pse unë ndodhesha në Prishtinë, në studime, dhe apelojshim të gjithë futboldashësit, të gjithë futbollistët talentetova ka pas mjaft, që të bëjmë një ekip shumë më të mirë, edhe pse ishte ekipe re, mirë po fati i jonin ishte ai që ishte, garon vetëm 2 sezone. Mirë po, dikush u desh ta nise, edhe frytet e gjeneratës farë Shkëndijës, u quvu një bazament i shëndosh, i kemi edhe sot. Fajk, çka keni fituar nga futbolli, pos famës që e mbani mend? Shëvan, ishte koha, mu të themi, koha e rilindjes tonë. Koha e rilindjes tonë, në kohën që luqim në ishin koha e vështirë. Mirë po merë thimelimin e klubit. E vetmja gjatë që mund të krenohem kur i shoh fëmijët. Atë që përmenda edhe pak më parë, sot Shkëndija jonë numëron një ushtri futbollistësh, duke filluar prej kategorive të reja. Është një krenari e madhe jona. Unë me se e di, në gjeneratën e parë kur keni filluar pas rithemelimit të Shkëndijës, keni qenë disa trajnerë të cilët keni punuar me grup moshat e reja, Fajk, Ademi, Zenia, Muzafer Livoreka, një profesor që ishte nga Nerashti në mjekësi. Aliti edhe dikush tjetër. Po. A jeni ullë dhe njëherë të konsultoni për ato ditët e para, çka mbani mend për atë dhe punën e atëhershme dhe kushtet në të cilit keni punuar? Shëvanë, kemi pas takime, bile prezent ishe dhe ju një takim kohës fundit me iniciativën e ish margjimtarit Harun Ceka. Takohemi bisedojmë për ato rrethana, mirë po atë që theksom më parë, na me suspendimin e klubit, pjesa dërmuese u demoralizu në kohën më të mirë të atyre, moshën 22, mbi moshën 20 vjeçare, u largun. Mirë po kemi takime
me iniciativën e individëve, fale dhe pronarit tashëm, na kanë nderu disa herë, takohemi dhe bisedojmë për rrethanat, kushtet, evakuojmë kujtimet e atëhershme. Sa ju vlerëson Shkëndëja tani? Juve dhe të tjerët të cilët keni qenë në gjeneratën e parë të ekipit? Është e rrugës që mos harrohen këto nismëtarë të klubit, mund të themi gjenerata e sakrificës. Mos harrohen, edhe pse ka interesim, mirë, po duhet të jetë interesimi shumë më i madh, se kur e rikthej kohën mbas, në çfarë kushte, çfarë rrethanash kemi vepruar ndaj ish sistemit e atëhershëm, që me mishe me shpirt që edhe rinia jonë të shkollohet, arsimohet, të miret me sport, të miret me art dhe kulturë, jo që u bo sanksionimin atë kohën, mas demonstratave të Prishtinës në 1981, suspendun klubet, shoqatat, punësimet, pasi vetë kam punuar në arsim, ishte degradimi i hatashëm nga sistemi i jashtë. Haik, ju për kontributin tuaj që keni dhënë si trajner me grup moshat e reja, keni pasur fatin edhe nderin që të jeni edhe seleksionues i reprezentacionit të Tetovës në turneun mbar kombëtar të futbollit për fëmijë U15, që koordinator është Muzafer Livoreka. Me sa di unë kemi qenë në Durrës. Po. Cilës janë emocionet kur dihet se ky turne këtë vit do ta zhvilloj edicionin e 20 jubilar? Shikon, tash e kthejmë kohën mbas, është një projekt mjaft i qelluar, i trojve tona etnike, edhe me shumë krenarie pranova ftesën që më ofruan atëherë të udhëheq reprezentacionin e Tetovës të moshës U15, ku garojshin pjesa dërmuese e lojtarëve të ekipës Shkëndijës, Valmir Nafiu, edhe shumë të tjerë që ishin shtylla e seleksionit. Ishte një krenari për mu. Mirë po, ma e gëzueshme ishte kur shifshim bashkë aty, se qëllimi kryesor ishte shoqërimi i fëmijëve. Motoja kryesore është ajo. Vendosja e tyre në për familjet ku fëmijët shkëmbejnë edhe sot e kësaj dite, shkëmbejnë përmes familjet ku kanë qëndruar. Turneu mbarkombëtar është edhe projekti vetëm që ka zgjatur kaq kohë, dhe me thënë këtë vit e përmenda edhe pak më parë, se do të zhvillon edicionin e 20 jubilar. Do me thënë, çka mendoni ju për këtë turne? Ky projekt është i mirëseardhur edhe falë kontributit madh të Muzafer Livorekës, po. Muzafer Livorekës, gjithashtu nuk mund më hata as mohimi juaj, i cili keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm që për një periudhë 2 dekadëshe, si që përmendet edhe ju, edhe nuk e di deri sa do të vazhdoj, mirë po është mirë që ky projekt mos ndërpritet, as pak se është mjaft i frytshëm. Prej këtij turneut ne kemi biseduar shpeshherë, kanë dalë edhe yjet e futbollit. Po. Për fat, edhe nga Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe i kemi lojtarët që luajnë nëpër ekipet e njohura, qoftë në vend, qoftë edhe jashtë. Disa fjalë për pasardhësin tuaj, djali juaj edhe ai një kohë është marrë me futboll. A ju te kaloi juve apo jo? Djali ishte aty afër meje, ishte gjenerate e lojtarëve të vitit 1993, gjenerata e Valmir Nafiut, Mevlan Muratit. Ishte gjenerata e parë e klubit Shkëndijës, e cila fitoi kampionatin në Maqedonisë. Mirë po, fati i tij ishte i atill që pasoi disa lëndime dhe ndërpreu aktivitetin, vazhdoi studimet, kreu studimet. Mirë po, tash kemi një shpresë me Nipin, i cili është një talent i jashtëzakonshëm. Pikërisht. A mendoni se Nipi ju i 8 vjeçar, që ka një talent të jashtëzakonshëm, do t'u tejkalon juve? Po jemi shpresojmë,
kemi shpresa të mbaja se talenti i tij është jashtëzakonshëm. Besoj që Nipi do t'i kaloj edhe djalin, pa shpresoj edhe po sigurisht. Po, a ke do një këshill për Nipin? Që publikisht t'ja transmetoj se te, si ka emrin? Joni po. është një talent i jashtëzakonshëm. Unë i dëshiroj pikës pari, mos ndodhe si djali, i dëshiroj shëndet dhe punë dhe vetëm punë, dhe suksesi shpresoj që nuk do të mungoj. Edhe t'ja kaloj e gjyshit? Sigurisht që po. Sigurisht që po, nëse vazhdon me këtë intensitet që ka fillu prej tash, është mosha e reja ati, mosha 9 vjeçare. Po, edhe na i dëshirojmë sukses që të arrijë atë që ka për qëllim. Faleminderit. Faik, cilët janë ata emrat e njohur të futbollit në ekipin Kuqezi gjatë periudhës kur edhe ju keni qenë pjesë e ekipit? Si trener e si lojtar? Si lojtar. Në më thënë lojtar, emra të njohur të cilët kanë lënë gjurmë në ekipin Kuqezi. Shokon, gjeneratën, mund përmendi për gjeneratën time të parë, ku thash se pjesa dërmuese e skuadrës kanë kry shkollimin e futbollit. Edhe aty është një numër jashtëzakonisht i madh i krejt skuadrës që është mirë dhe të veçohen. Mirë po, sa i përket lojtarëve pas rithemelimit klubit, unë do të veçoja si lojtar jashtëzakonshëm. Një prej tyre është Qatip Osmani. Gjithashtu ka pas edhe lojtarë tjerë, mirë po do të veçoja Qatipin, i cili sot nuk është ndarë prej sportit, ushtron detyrën. Qatip Osmani është edhe trener më i suksesshëm i Shkëndijës. Ka 3 tituj të fituar, një Superkup, një kup, edhe 2 herë ka luajtur në play-off për kualifikim në grupe në Ligën Evropa. Cili është komenti juaj për qatë? Për atë e theksove edhe unë shërën. Qatip Osmani si lojtar i mrekullueshëm, mirë po fati deshti që atë sukseset i vazhdoj edhe pas karierës të tire si futbolist. Dhe sukseset që i theksuat edhe ju, edhe si trener të Qatip Osmani nuk mungojnë, dhe i dëshirojmë edhe sukseset në të ardhme, sa është ende aktiv. Momentalisht nuk e di ku gjendet, ishte trener kohën e fundit në Struk, po shpresoj që do të gjejë aktualisht është pa angazhim, por së shpejti do të angazhohet. Dhe shpresoj që të na kthehet edhe në klubin tonë. Po. Si mund ta përshkruani Shkëndijën dje, sot dhe nesër? Shëban, Shkëndija e jonë e gjeneratës parë ishte piknisja. Me rithemelimin fillon të ndartohen bazat për një ardhmëri futbollit shqiptar, jo vetëm të por edhe magjer në Maqedoni. Kurse Shkëndija e fundit nuk ka dilema aty, është lidere në kampionat. Mund të themi se gati çdo vite na përfaqëson klubin. Edhe simboli i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm ashtu. Simboli i shqiptarisë në krejt trevat ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët. Çfarë i mungon futbollit tetovar? Shëvan, edhe në kohën kur ishim na atëherë, gjenerata jonë zakonisht ushtronte nëpër terrenin nëpër livade, mund të themi pak më thjesht. Servitit i bëshim në terrenin e shkollës bujqësore, qasje në stadionin e vjetër që kemi tash, nuk na u lejonte. Mirë po, edhe sot e kësaj dite, sa e shafun. Edhe kur kam punu si trajneri i kategorive të reja dhe seniorve, infrastruktura sportive mungon me të madhe. Plaga më e madhe e sportit tetovar. Për parimin e sportit futbollit, gjithsesi duhet të rregullohet infrastruktura sportive që kemi mundësi të ecim me hapat e kohës. A ju ka kërkuar ndonjë nga kolegët tuaj këshilla pse përket profesionit si trajner? Shëpa, ne kemi këmby këshilla në kuadër të ekipës që kishim të trajnerëve në klubin futbollstik Shkëndija dhe zakonisht komunikojshim, ndihmojshim njëri tjetrit
Po. Ekipet I kishim 2 a 3 kategori, të gjithë ekipet tona ishin përbashkëta, nuk bëjshim veçime dhe zakonisht lëshimet që I bëjshim plotësishim njëri tjetrin që të ecim para se edhe mas rithemelimit sistemi është ai sistem. Ka shenjat. Sa I respekton Shkëndija ish futbollistët e vetë? Aty, shëvan, duhet ketë një kujdes pak më të madh se unë mund përqendron pak më tepër tek gjenerata jonë, edhe pse na respektojnë, na nderojnë me rastin e organizimit të manifestimeve. Mirë, po duhet ketë edhe një interesim, respekt pak më të madh. Kujtohet një prej ekipës klubit ton, me ndeshjen që u luajt në Milano. Sa thaj këtë shkojmë atje kur në pritje na pret Baresi, na pret Maldini. Këtë elita veterantë e ekipës I ke aty. Nga ana jonë situata ishte pak më ndryshe. Pak më ndryshe që për fat keq është mirë të mirën njerëzit e sportit edhe mos I harrojnë. Se prej aty ne veç mund të fitojnë edhe mund të ecin para. A jeni shikuesi rregullt I ndeshjeve të Shkëndijës? Si jo, asnjë ndeshje tash e kam edhe nipin I cili krahas me atë nuk lëshojmë ndeshje, rast ekstreme ndodhen ndonjëherë. Mirë, po fati mirë është tash edhe kemi mjetet teknologjike që përcjellin në çdo vend e çdo rreth. Tash të kthehemi pak edhe profesionit tuaj që keni punuar një kohë më të gjatë, pra si pedagog në shkollat fillore, në ato të mesme, dhe tani jeni I pensionuar si pedagog. Cilët janë sfidat nga gjithë kohës që keni punuar si pedagog? Shëvan, unë profesioni im ka qenë bashkëpunëtor profesional pedagog I shkollës. Afër 40 vite kam kaluar me Breznat e ri. Viti I parë I punësimit ka qenë 1984 në fshatin Ngruçin, shkollën në Pasko Vasha. Vasko Pasha. Dhe prej 1989 u transferova në shkollën Sabeti Barami në Kamjan, deri në vitin 1988, dhe prej një vitit 1988 deri 2023, ku edhe u pensionova, më kalu kohën në shkollën e mesme ekonomike. Profesioni I punëtorit arsimit është profesion, nuk është profesion që si e theksojnë edhe mendimtarët, është një mision. Një përkushtim I madh se shoqëria t'i ka besu gjëra më të vlefshme. Edhe duhet mundohen punojnë me mishe me shpirt që bën një gjenerat e cila do t'jetë udhëheqëse në shoqërinë ardhshme. Faik, me që po afrohet fundi I emisionit, dhe mos vallë kemi haruar ndonjë pyetje t'ua bëjmë që ju mendoni se duhet të di opinioni për Faik Ademin. Shëvan, unë që tash kam lind Tetovë dhe pjesën krejt jetën e kam kaluar në Tetovë. Bisedohet për Faik Ademin, unë kam qenë njeri publik. Edhe donë shumë kohë për rrethanat në cilat kemi vepru dhe punu. Për shpresoj që pjesën tërmos e pyetjeve që sa do kudo faljush dhe televizionit kohat, e cili ka qenë rregullisht me prej kohës të rithemelimit, pa edhe në kohën e gjeneratës parë. Atëherë nuk funksiononte. Mediumet shqiptare kanë qenë të pakta shumë. Po ishin njerëzit bashkë me ne. Dhe shpresoj që pjesën tërmos e pyetjeve, edhe pse donë shumë kohë. Atë që thash, një ndeshje jonë kërkon të shkruhet një roman. Një roman nuk ka vend. Po, atëherë për në fund Faik, në thonë cila do të ishte porosia e ish futbollistit, ish trajnerit, ish pedagogit për të gjithë ata të rinj të cilët merren me sport dhe e ndjekin arsimin. Shëron, unë pasi kam qenë punëtor I arsimit prej ditës të parë që fillova me rinin, punoj zakonisht përcjellshim edhe në mënyrë sistematike edhe arsimimin atyre. Kemi në klubin
tonë, shkëndin tonë, themi. Unë mendoj që atë ta transferoj atë ideologjin që kishim na. Pjesa dërmuese e ekipës tonë ishin intelektual, pjesa dërmuese ishin student. Atë tretman vazhdojmë edhe me rinin tonë. Edhe si zakonisht me Zeniun i përcjellshim, unë isha edhe në rrjetat arsimit i përcjellshëm nxënësit që i kishin futbollisht. Edhe suksesin e tyre. Edhe suksesin, edhe çdo fëmijë që çalonte mirëshim një Mas intereson se çdo futbollist i mirë ka qenë edhe nxënës i shkëlqyeshëm. Si zakonisht shembull është e kemi vëllezrit të Shëmshovës. Nebiun, Nebiun, Nevzalin, Nuriun, po. Nuriun, kanë qenë nxënës shkëlqyeshëm, kanë qenë pjesë dërmuese e lojtarëve. Mirë po fëmijët që zakonisht çaloshin në procesin mësimor, mirëshim masa përmirësuese, kinse përmirësohet edhe në shkollë, edhe këtu, se shkolla e futbollit ishte një shkollë, më themi, shumë e mirë në edukimin dhe arsimin në fëmijëve. Faik, atëherë na mbetet vetëm që t'ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Falenderit. Ju falenderoj edhe juve për ftesën dhe shpresoj që Zoti ju dhe shëndet, jeni ndër vetëm gazetarët që na rikujtoni dhe besoj që edhe në të ardhmen nuk do në harrojnë. Falenderit. Ndërsa për ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.